Fëmijë që punojnë në vend të shkollës të mitur që shfrytëzohen para syve të institucioneve. Paramendojni që neve në vend të punës na ka humbur jetën një punëtor nën moshën 18 vjeçare, i cili ka qenë duke punuar me një makinë që edhe punëtori si punëtor duhet ta ketë një specializim ala me specializimi. Emisioni Rrit sjell edhe rrëfime e raste reale. Ajo vajzë është marrë me trafikim. Wow. Puna e saj. Çfarë moshe ka qenë? Herët, para moshës 14 vjeçe. Mirë u identifiku rasti se ajo ka qenë edhe përdoruse e substancës. Do thotë, ja që tani edhe me punë të tjera, me punë të rënda, të cilat janë të dëmshme tek fëmijët tonë që janë në shoqërinë tonë. Bëhet thirrje për përgjegjësi e drejtësi. Dhe dënimet këtilla janë me gjobë me burgim prej 1 deri në 5 vite, në qoftë se i mituri shfrytëzohet për kontrabandim, është skllavërim, është vepra pak më e rëndë, që shkon deri në 10 vite burgim. Pas kësaj problematike sociale që prek të ardhmen e fëmijëve, ndalemi të një tjetër shqetësim në rritje, që është problemi me alergjit. Përndryshe, më të shpeshta që i kemi, problemat mëdha janë në proteinat e vezës, qumshtit, problemet në arrore, në soja, në produktet ndryshme të miellit, po çka është e mira te fëmia, një pjesë e tyre në alergjive din me te kalu me moshë. Pse po prekin gjithnjë më shumë të rritur e fëmijë, cilat janë simptomat e para dhe si mund të mbrohemi. Po shërohen plotësisht alergjit? Jo. Nuk shërohen. Alergjit nuk shërohen. Rrit në TV1, të shtunën nga ora 11:30, trajton 2 tema që prekin drejt për drejt jetën, shëndetin dhe mirëqenien e familjes.